Një grua gjatë ditës së djeshme është gjetur pa shenja jete në shtëpinë e saj. Sipas raportit 24 orësh të policisë së Kosovës, vdekjen e saj ka konstatuar mjeku kujdestar. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion në mënyrë që të përcaktohen rrethanat e vdekjes. Është raportuar se në shtëpinë e saj është gjetur pa shenja jete viktima femër kosovare. Vdekjen e viktimes e ka konstatuar mjeku kujdestar. Me vendim të prokurorit, trupi i pajet është dërguar në IML për obduksion, thuhet në raport. 2 persona nga Siria kanë pësuar lëndime të rënda trupore si pasojë e goditjeve me mjete të mpreta në fshatin Kushutis të Leposaviqit. Ngjarjet janë evidentuar gjatë natës së 10 dhjetorit. Fillimisht rreth mesnatës së martës, 2 gra kanë njoftuar policinë se në oborrin e shtëpisë së tyre kanë gjetur një burr të shtrirë të plagosur në disa pjesë të trupit nga një mjet i mpret. Viktima rreth 40 vjeç dhe shtetas i Sirisë është dërguar për trajtim në spitalin e Mitrovicës Veriore, e më pas është transferuar në spitalin e Mitrovicës Jugore për kujdes të mëtejshëm mjekësor. Të 2 viktimat janë transportuar në spitalin e Mitrovicës Jugore për trajtim. Familja e Isni Kiles në Lubisht të Malishevës, mbrëmjen e së mërkurës, pati musafir. Arsyeja ishte kthimi i ish-komandantit të ushtrisë lirimtare të Kosovës Isni Kilaj në shtëpi. Familjarë të afër kishin ardhur të çmalleshin me ish-kryetarin e Malishevës, të cilin e liroi gjykata speciale me kusht. Kilaj akuzohej nga gjykata në Hag për çështjen pengim i drejtësisë, bashkë me Hashim Thaqen, Bashkim Smakaj, Fadil Fazliu dhe Haridin Kuqin. I lumtur me kthimin e të atit ishte edhe i biri i Blendi. Ka qenë një lajm që kena pritur shumë gjatë, nuk kanë drejtë qeta, i na gëzuar shumë, por njëkohësisht shpresojmë dhe që drejtësia të triumfojë në fund. Bobi është liruar me kusht, me mosat e rrepta sigurie, të cilat nuk kemi shumë të drejtë të deklarohemi se ti shfaqim ato në publik. Sigurisht në avokati çdo herë, çdo 2 muaj ka bë kërkesën e tij për të liruar Bobin me kusht për arsye se nuk ka asnjë fakt ose diçka që mund ta mbajë atë të burgosur atje. Mirë po, kjo është realisht lirimin e tij e kemi marrë vesh pak ditë, mirë po nuk e kemi ditë saktë ditën se kur do të mrijë në Kosovë. Por gëzimi i Kilaj nuk ishte i plot, pasi ai ka lënë shokët në Hag. Një prej fjalëve të para të tij ishte që i ka lënë shokët vet atje, edhe është mërzit pak për ta. Detaje për lirimin e Kilaj ka dhënë edhe vetë gjykata speciale. Sipas këtij organit, gjykatësi ka konstatuar se nuk ka rrezik që zoti Kilaj të arratisej bazuar në lirimin e tij të mëparshëm dhe shumën e ofruar të konsiderueshme si dorëzim financiar që do ta humbas. Gjykatësi konstatoi se rrethanat kishin ndryshuar që prej rishikimit të paraburgimit të zoti Kilaj në tetor 2025 dhe se mbajtja e tij në paraburgim nuk ishte më as e arsyeshme as proporcionale. Megjithse gjykatësi konstatoi se ekzistonte një farë rreziku që nëse lirohet zoti Kilaj mund të pengojë ecurinë e procesit ose të kryej vepra penale të tjera, ai arriti në përfundimin se në rrethanat konkrete e drejta themelore e zotit Kilaj për liri peshon më shumë se këto rreziqe. Ky vendim ka gëzuar edhe organizatën e Dal nga lufta. OVL-UÇK ka shkruar se për ta, ky zhvillim përbën një hap drejt reflektimit të domosdoshëm nga ana e kësaj gjykate. Edhe ish-komandanti Fatmir Limaj ka reaguar duke e quajtur lajmin e madh dhe theksuar se shpresojnë që lajmet e mira nga Haka të vazhdojnë dhe të kulmojnë me fitoret të drejtësisë dhe lirimin e të gjithë bashkëluftëtarëve. E ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sot përkohësisht janë ndër të akuzuarit kryesor për sulmin terrorist në kanalin i Bërlevencit. Bëhet fjalë për 2 vëllezërit Viqentijević, ndaj të cilëve Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ngriti edhe akt akuzë të martën, por mbi Jovan Viqentijević nuk po rendojnë vetëm akuzat për këtë sulm terrorist. Në akt akuzë thuhet se ky i fundit propagandoi për ngritjen e një organizate fiktive. Madje për të zgjodhen emrin Komiteti Kombëtar për Lirimin dhe Mbrojtjen e Trojeve Shqiptare.
I pandehuri me qëllim të krijimit të një narrative të dëmshme për Kosovën, në raport me Bashkësinë Ndërkombëtare, përmes një dokumenti të modifikuar ka tentuar të paraqes ekzistimin e një organizate fiktive, kinse për çlirimin e trojeve shqiptare, e quajtur si Komiteti Kombëtar për Lirimin dhe Mbrojtjen e Trojeve Shqiptare, duke e shoqëruar me disa fotografi të eprorëve të lartë të UÇK-s, me çka këto veprime seriozisht ka dëmtuar rendin juridik dhe sigurinë e Republikës së Kosovës, si dhe ka rrezikuar jetën e zyrtarëve të saj. Po çfarë dyshohet se synonte të arrinte Jovan Vicentijević përmes kësaj organizate? Pra pasaj ata mundohen të formuojnë organizata të ndryshme, mekanizma të ndryshme, pastaj të kryejnë veprime kriminale, siç është rasti i Berlepencit, po edhe raste tjera hibride të cilat mund ndodhin me pastaj në Mitrovicën Veriore. Avokatët tregojnë se sa e parashë ligji dënimin për veprat e tilla. Kategoria e veprave penale me të cilat ngarkohen të pandehurit është relativisht e rëndë, ku shkalla e ndëshkueshmërisë për këto vepra është me burgim deri në 25 vite. Në hetimet për këtë ngjarje përveç organeve vendore të sigurisë u përfshi edhe FBI amerikane. Imazhe të trenit me qytetarë të cilët po largoheshin nga Kosova gjatë luftës, fëmijë e nëna që mundoheshin të mbijetonin asaj, janë vetëm disa nga pamjet që u shfaqën këtë të mërkur përmes një ekspozite. Atë e pan nga afër edhe presidentja Vjosa Osmani, kryeministri në detyrë Albin Kurti, diplomat të vendeve të ndryshme në Kosovë dhe familjar të personave të zhdukur. Presidentja Vjosa Osmani tha se regjimi i kasapit të Ballkanit Slobodan Milošević shkaktoi dhimbje që nuk shuhen asnjëherë. 26 vite pas luftës drejtësia ende mungon. Kryerësit e krimeve nuk janë gjykuar dhe viktimat, familjet e tyre ende vazhdojnë të presin. Familjet e të zhdukurve jetojnë çdo ditë me pasiguri dhe me dhimbjen dhe ankthjen e pritjes. Prandaj detyrimi ynë institucional është më i madh se kurrë. Dokumentimi, ruajtja e kujtesës dhe kërkimi i vazhdueshëm për drejtësisë janë urgjencë kombëtare. E drejtori i Institutit për Krime Lufte, Adhe Hetemi, tha se kjo ekspozitë është thirrje për përgjegjësi e dëshmi e fuqishme se krimet e kryera serbe nuk harrohen. Video dhe fotomaterialet që shpalosen sot para jush nuk janë thjesht imazhe, por janë zëra të ngrirë në kohë, janë jetë të ndërprera dhunshme, familje të shkatruara, fëmijë, gra, burra dhe të moshuar që u bën target i një represioni sistematik dhe të organizuar nga regjimi serb. Ekspozita e vërteta, kujtesa, drejtësia është hapur me rastin e shënimit të ditës ndërkombëtare të drejtave të njeriut dhe është një thirrje për drejtësi dhe dokumentim të krimeve të kryera nga Serbia gjatë luftës në Kosovë. Rregulloria për përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës është në sirtarin e Gjykatës Supreme. Me që kjo e fundit ka në shqyrtim një padi, megjithatë seancën për ta shqyrtuar e ka vendosur një muaj pasi ligji i ri për KPK-n hyn në fuqi. E kur do të saktohet seanca, tregoi Gjykata Supreme. Ju njoftojmë se për padin administrative e cila ka për objekt shfuqizimin e pjesëshëm të aktit nënligjor normativ, rregullorës numër 5/2025 të datës 3 shtator 2025 për zgjedhjen e anëtarëve prokuror të Këshillit Prokurorial të Kosovës, konkretisht nenit 5 paragrafi 1 dhe 2, nenit 10 paragrafi 11 dhe 12, Gjykata Supreme ka caktuar seancën e shqyrtimit gjyqësor për datën 3 shkurt 2026 ora 10:30. Për saktimin e seancës janë në dijeni edhe vetë Këshilli Prokurorial i Kosovës, veç se theksojnë që saktimi i seancës për shqyrtim të padisë është saktuar pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri të KPK-s. KPK është në dijeni për caktimin e një seance për shqyrtimin e kësaj çështjeje me datë 3 shkurt 2026, e cila lidhet me zbatueshmërinë e dispozitave aktuale të kësaj rregulloreje, ndërkohë ligji i ri për KPK-n hyn në fuqi me datë 1 janar 2026. Se çfarë do të ndodh pas datës 1 janar, pra pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri për KPK-n, tregoi avokati Azrem Bytyqi.
Ligji do të hyjë në fuqi dhe tashmë anëtarët e ri të cilët do të caktohen pas përfundimit të mandatit të gjithë anëtarëve aktual do duhet zgjedhen sipas përcaktimeve të ligjit të ndryshuar të Këshillit Prokurorial, i cili përcakton një përbërje të përzier mes anëtarëve të cilët vijnë nga institucionet e prokurorisë, përkatësisht edhe kryeprokurori dhe 3 anëtarë tjerë nga prokuroritë të ndryshme. Bytyqi tutje thot se po i sheh me shqetësim zhvillimet e fundit në KPK, duke thënë se ato po dëmtojnë imazhin e vendit dhe besueshmërinë në institucionet e drejtësisë, në këtë rast të prokurorisë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve krye temë në mbledhjen e së mërkurës, pati certifikimin e kandidatëve për deputet të subjekteve politike për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Kur erdhi rada tek kandidatët e listës serbe, Besnik Buxhala, drejtori i zyrës për regjistrim, certifikim dhe kontrollin financiar të subjekteve politike, rekomandoi certifikimin e kandidatëve të kësaj partie, pasi tha se asnjëri prej tyre nuk bie ndesh me nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Kundër certifikimit të kandidatëve të listës serbe kanë qenë Sami Kurteshi e Alban Krasniqi nga Lëvizja Vetëvendosja. Unë, nëse që edhe kolegu jam kundër certifikimit listës serbe bashkë me kandidatët e tyre. Me 6 abstenime, 2 vota kundër dhe 3 vota për është refuzuar certifikimi i listës së kandidatëve të listës serbe. Votim kush është për, 1, 2, 3 kush është kundër, 2 abstenime, 6 abstenime, atëherë refuzohet certifikimi i listës kandidatëve të Partisë Socialiste. Lista serbe ka 33 kandidat për zgjedhjet e parakohshme parlamentare që do të mbahen me 28 dhjetor. Në mbledhjen e sotme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u certifikuan të gjithë kandidatët e tjerë për deputet të 23 subjekteve politike, prej të cilave 17 parti politike, 3 koalicione, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Në këtë mbledhje, KQZ certifikoi vetëm 42 nga 43 kandidatët e subjektit politik, koalicia Vakat nga radhët e komunitetit bosnjak. Ata secili prej jush që jeni regjistruar keni mundësitë Javën e kaluar, kryetarët e zgjedhur nga komuniteti serb në zgjedhjet lokale u betuan në 4 komunat në veri: Mitrovica Jugut, Zvečan, Zubin Potok dhe Leposavić. Në Bashkimin Evropian e kanë mirëpritur tranzicionin e pushtetit në veri. Në një përgjigje për TVN, të njëjtit kanë thënë se edhe pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit janë të gatshëm të punojnë me autoritetet e Kosovës dhe do vazhdojnë ta mbështesin vendin në rrugën drejt bllokut evropian. Ne mezi presim që Kosova të kthehet në rrugën e duhur të reformave shumë të nevojshme në lidhje me BE-n, në dobi të popullit të saj dhe të përparojnë në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Të pyetur për heqjen e masave ndëshkuese nga BE u shprehën se komisioni ka ndërmarrë hapat e parë për të hequr ato gradualisht në maj të 2025-s, derisa theksuan se synim kanë heqjen e mëtejshme të tyre. E në anën tjetër, nga qeveria në detyre Kosovës thonë se çdo zvarritje për heqjen e tyre e cenon kredibilitetin e Bashkimit Evropian. Së fundmi, Komisioni Evropian konstatoi në raportin për vendin në fillim të muajit të kaluar se masat do të hiqen pas zgjedhjeve lokale dhe transferimit të suksesshëm të pushtetit në 4 komunat në veri. Edhe kjo tashmë ka ndodhur në mënyrë paqësore, ligjore dhe pas një incident. Çdo zvarritje tjetër vetëm sa e thellon absurditetin e masave dhe cënon kredibilitetin e BE-s. Qëndrimi ynë është që masat duhet të hiqen menjëherë dhe plotësisht. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë nuk kanë asnjë lidhje me këtë proces. Në maj të këtij viti, shefja e diplomacisë së BE-s Kaja Kallas gjatë një vizite në Kosovë tha se bloku ka nisur heqjen graduale të këtyre masave. BE-ja i vendosi disa masa ndëshkuese Kosovës me 2023 për shkak të rritjes së tensioneve në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe.